Aplikoni sot buke me kripte këmbët në mbrëmje dhe të nesërmen do të habiteni. Të qarat në themra bëhen gjithmonë më të mëdha dhe lëkura mbrojtëse tyre bëhet gjithmonë më ekspozuar dhe mishi më delikat. Si rezultat, kjo pjesë e këmbës mund të preket nga infeksionet fungale dhe ulçra dhe këmbëve. Përveç se keni një pamje të keqe, themrat e qara shkaktojnë edhe dhimbje. Fatmirësisht, soda e bukës jo vetëm që është efektive për problemet të lëkurës, por është edhe e lirë edhe përdoret si rregull për këmbët e buta. Përbërësit që u duhen për këtë recetë janë 3 lugë gjelle sot buke, 4 deri në 5 litër ujë. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë. Filloni duke përzierë sodën e bukës me ujin e nxehtë dhe futini këmbët në ujë për 10 deri në 15 minuta. Kur këmbët janë zbutur mirë, pastrojini ato me ujë të nxehtë, lini të thajnë dhe lyeni me krem ose vazelinë. Koha më e mirë për të bërë këtë është para se të flini dhe rezultatet do të jenë më të mira. Pasi të bëni për një javë, pushoni 5 ditë dhe përsëriteni prapë trajtimin.